Jemi këtu sot për t'ju njoftuar rreth lancimit të skemës së re financiare në vlerë prej 1 milion euro për mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme që operojnë në sektorin e teknologjisë dhe informacionit. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përmes Agjencisë për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë, KIESA, dje me 17 qershor përmes platformës i-Kosova ka lancuar thirrjen publike të radhës së granteve për përkrahjen financiare të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme që operojnë në sektorin e TIK-ut. Kjo është një grant skem që për herë të parë po zbatohet në këtë formë dhe synon që të përkrah ndërmarrjet me orientim në inovacion për krijimin e produkteve të reja apo zhvillimin dhe përmirësimin e produkteve ekzistuese me fokus në rritjen e mundësive për eksport dhe për integrimin e tregjet ndërkombëtare. Me konkretisht, kjo skem ka për qëllim mbështetjen e ndërmarrjeve pra mikro të vogla të mesme që paraqesin projekte, propozime për krijimin e produkteve të reja apo zhvillimin dhe përmirësimin e produkteve ekzistuese me fokus në rritjen e mundësive për eksport. Të drejtë aplikimi kanë ndërmarrjet mikro, të vogla, të mesme, që e kanë veprimtarinë e tyre primare ose sekundare në sektorin e TIK-ut. Shumën totale që e përmenda pra 1 milion euro janë gjithsejt shuma totale e skemës së grantit dhe grantit do të ndahen për këto ndërmarrje pra që i përmenda dhe njëherë për e shtojt, ndërmarrjet mikro, të vogla, të mesme, me një vlerë maksimale deri në 25.000 euro për përfitues. Çdo të i kalimi kësaj vlerë duhet të mbulohet nga vetë ndërmarrjet përfituese ose bizneset përfituese dhe për dokumentet e kërkuara për aplikim sipas udhëzimit administrativ 01/2018, KIESA ka mbajtur edhe sesion informues me bizneset nga ky sektor dhe ka njoftuar në detaje për mënyrën e aplikimit, por gjithsesi e njëjta është edhe në thirrje të cilën e ka thjeshtuar kjo agjenci KIESA vetëm në 3 faqe. Afati për aplikim është nga data 17 qershor 2025 deri me 7 korrekt 2025. Aplikimi bëhet vetëm përmes platformës i-Kosova të Agjencisë Shoqërisë së Informacionit, të cilat i keni në linkun KIESA për edhe tash në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë. Dhe për më shumë informacione rreth procedurave të aplikimit dhe dokumentacionit të nevojshëm mund të gjeni edhe udhëzuesin për aplikim në portalin i-Kosova dhe në web faqet e MEND dhe të KIESA-s. Të nderuar ndërmarrës, për njoftimin e juaj në vitin 2024, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përmes KIESA-s ka mbështetur rreth 308 biznese me grante dhe rreth 180 biznese për pjesëmarrjen e panajire, pra gjithsejt afër 500 kompani të ndryshme me një mbështetje financiare prej 7.3 milion euro vetëm për vitin 2024. Derisa në këtë vit kemi rritje të buxhetit, prandaj për vitin 2025 kemi fillu edhe me skema të ndryshme të granteve, pra kemi pasuruar skema të granteve, duke fillu me skemën e granteve për makineri të avancuara, prodhuese për punuese, vlera së cilës për këtë vit është pra 5 milion euro. Është një rritje prej 10 fish nëse krahasojmë me vitin 2021. Dhe aplikimi është mbyllur me datën 26 maj, tani me pra jemi në fazën e vlerësimit, ku ka dhe qindra mira aplikues. Me 4 qershor kemi lancuar dhe skemën për certifikim të produkteve me një buxhet prej 600.000 euro nga MEND KIESA, dhe afati për aplikim është deri më 25 qershor 2025. Derisa risi për këtë vit, pra siç e theksuam në fillim të kësaj konference, kemi sektorin e TIK-ut, për të cilin sektor dje në ASHI kemi lancuar skemën në vlerë për 1 milion euro nga buxheti i MEND KIESA-s, dhe afati për aplikim pra është, siç e përmenda edhe më herët, deri në 7 korrekt 2025. Po ashtu është në proces të finalizimit edhe skema digitalizimit dhe normalisht jemi duke vazhduar edhe me panajiret ndërkombëtare, duke i përkrahur ndërmarrjet tona me një buxhet prej 1.3 milion euro në mbështetje në pjesëmarrjen e tyre në panajiret të ndryshme të planifikuara për këtë vit. Sa është më rëndësishme të përmendi edhe skemen për industri kreative, si bashkëfinancim ndërmjet KIESA-s dhe Luksemburgut, ku së shpejti përmes platformës i-Kosova do të lancojmë thirrjen e radhës për skemen e granteve për mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme me veprimtari në industrinë kreative. Ju veç jeni të njoftuar se kjo
marrëveshje është nënshkruar me datën 8 maj nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përmes Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve. Dhe kjo marrëveshje është nënshkruar si marrëveshje bashkëpunimi me programin e kombeve të bashkuara për zhvillim pra UNDP, por financim nga Dukati i Madh i Luksemburgut, për zbatimin e projektit të industrisë kreative në vlerë prej 1.450.000 euro. Gjithsejt, kontributi nga Dukati i Madh i Luksemburgut pra është në këtë skemë 950.000 euro, kurse 500.000 euro nga Agjencia Kjesa e kësaj ministrie. Ky instrument mbështetës financiar për ndërmarrjet mikro të vogla të mesme do të zbatohet nga kjo Agjenci Kjesa si skemë e re e dedikuar për përkrahjen e ndërmarrjeve private me veprimtari në fushat e industrisë kreative dhe me mbështetje nga UNDP. Ky vërtet është një hap i madh drejt shpalosjes së potencialit të madh të industrisë kreative në Kosovë si vend lider për industrinë kreative në rajon. Kjo është vërtetuar ose konfirmuar nga studimi i procesi zbulimit të ndërmarrësisë ose anglisht Entrepreneurial Discovery Process në kuadër të strategjisë së qeverisë për specializimin e mençur, ku konkludon se Kosova është vend lider për shumë potencial në industrinë kreative, pra vend lider në rajon. Me qeverisjen tonë, me vizion të qartë për zhvillimin e industrisë, kemi shumë fishuar mbështetjen pra ndaj bizneseve vendore me synim shpalosin e potencialit të tyre për zhvillim të përgjithshëm të vendit. E derisa po flasim për sektorin e etikut, theksojmë se inovacioni dhe ndërmarrësia janë forcat shtytëse të progresit dhe të prosperitetit të shtetit tonë. Si Ministri e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ne jemi angazhuar maksimalisht për zhvillimin e me temë të politikave dhe kornizës ligjore për të mbështetur inovacionin e biznes dhe në ndërmarrësi. Përmes kësaj skeme të mbështetjes financiare, pra për fushën e etikut, por edhe skema tjera që i përmenda, synojmë të inkurajojmë sektorin privat me ide dhe projekte inovative, të cilat vetë se kanë aplikuar edhe në vitin e kaluar që ishte skema 1.9 milion euro për vetëm inovacion, të cilat kanë shumë kontribut për zhvillim social, mjedisor dhe ekonomik të Kosovës, pra janë një ndër faktori kryesor për zhvillim të qëndrueshëm të vendit. Njëherët do të kontribuojnë edhe në krijimin e vendeve të reja të punës, rrisin eksportet duke fuqizuar produktet inovative, të rrisim investimet përmes produkteve të reja dhe me metoda inovative të prodhimit në sektor të ndryshëm ekonomik, ose sektor prioritar ekonomik që janë identifikuar në politikën industriale, në politikën për industrinë kreative dhe në politikën për strategjinë e mençur. Të ardhmen e vendit nuk mund të shohim me prizmin e viteve të mëhershme 2017-2019, andaj kemi krijuar politika, investime kapitale në parqet industriale, parqet teknologjike për të bërit biznes. Kemi plotësuar dhe shumë fishuar instrumentet mbështetëse si dhe kjo skemë e mbështetjes 1 milion euro për tikun, me vizion përparimtar për vitet e ardhshme, të gjitha me mbështetje të vazhdueshme ndaj ekonomisë sonë, inovacionit në bizneset vendore për të garantuar kështu përparim social, ekonomik dhe mjedisor në vend. Ju njoftoj se në kuadër të fondit për inovacion, që do të themelohet tani me miratimin e ligjit për inovacion dhe ndërmarrësi të finalizuar gjatë kësaj qeverisje, do të rregullojmë me këtë ligj edhe organizimin, kushtet dhe mekanizmat mbështetëse duke promovuar dhe inkurajuar inovacionin dhe ndërmarrësinë që nxisin zhvillimin pra të qëndrueshëm të vendit. Do të themelojmë fondin për inovacion si strukturë organizative në kuadër të Agjencisë re kosovare për inovacion dhe përkrahje të ndërmarrjeve, që do të thirret si Agjencion AISEC, ku në këtë rast me ligjin për investimet të qëndrueshme, Kjesa do të shuhet dhe në vend të Kjesës do të krijohen 2 agjenci të reja, një në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, pra për inovacion dhe ndërmarrësi dhe përkrahjen e ndërmarrjeve, kurse për investime dhe eksporte do të kemi agjencinë e re në zyrën e kryeministrit. Fondi për inovacion do të jetë një mekanizëm për zbatimin e programeve mbështetëse për inovacionin dhe ndërmarrësinë, si dhe për promovimin dhe inkurajimin e inovacionit për individet, për kompanitë tregtare dhe subjektet e tjera të përfshira në aktivitete inovative.
Angazhimin tonë për të përkrahur ndërmarrjet tona me shumë potencial, ne kemi dëshmuar edhe përmes një sër masash dhe politikash, pra jeni të njoftuar për politikën e parë industriale në qeverisjen Kurti 2, pastaj pasurimin e shumë skemave të mbështetjes që janë vërtet dëshmi e radhës, mbështetjes ndaj ekonomisë sonë dinamike me bazë në inovacion, shpirtin ndërmarrës së kreativ dhe angazhimin e përbashkët për të integruar produktet tona në zinxhirin global të vlerës. Inkurajoj me këtë rast të gjithë ndërmarrësit që të aplikojnë në skemat mbështetëse nga Kjesa përmes një procesi transparent dhe ju dëshiroj shumë suksese në shpalosjen e potencialit të ndërmarrësisë dhe industrisë në vendin tonë, duke theksuar sot veçanërisht industrinë kreative me shumë potencial në Republikën tonë. Ju falenderit. Nëse keni pyetje lidhur me shumë skema të rëndësishme për interes të ndërmarrësve tonë, jeni këtu për të përgjigjur, pra në lidhje me temën.